Ditën e sotme, shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 ka qenë e mbushur me debate të ndryshme dhe kjo për shkak se, siç e kemi parë, Brikena dhe Gimbo janë në një nominim kokë me kokë dhe njëri nga ato do të dalë ditën e martë. Megjithatë, të gjithë banorët, si Rogerti, Juela, Mjeri dhe të tjerë, po mundohen që të dëmtojnë Brikenën në mënyrë që ta nxjerrin atë ditën e martë, pasi e shikojnë si një lojtare të fortë. Ka qenë Juela ajo që ka ndezur gjakrat dhe ka shprehur që Brikena luan kot lojën dhe e përdor Mateon për të qëndruar në shtëpi. Në momentin që Brikena është kthyer asaj, atëherë është futur dhe Rogerti dhe Brikena ka qenë duke debatuar me të dy. Juela i ka thënë Brikenës që është e pafëtyr dhe Brikena e ka kthyer duke i thënë që ajo të paktën nuk ka shprehur pëlqim për burra të martuar, siç ajo ka shprehur për Rogertin, dhe atëherë për të mbrojtur Juelën, Rogerti është futur dhe i ka thënë Brikenës që ndoshta ajo ka ndjenja për Rogertin dhe jo për Mateon, dhe kjo gjë është përshkallëzuar në një situatë shumë të shëmtuar dhe të tensionuar. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë, ka komente të cilat dëshirojnë që Brikena të qëndrojë në shtëpi dhe të tjerë që urojnë që ajo të dalë jashtë. Megjithatë, shprehin se Rogerti po përdor një lojë shumë të shpifur dhe të pisët, duke thënë këto deklarata për vajzat e tjera të shtëpisë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.